Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Atëherë, ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, që është shumë e rëndësishme. Erdhi një energji fantastike në lidhje me ju keni të bëni me shenjën e ujorit, kemi kartën e të dashuruarve, por kemi edhe energjinë e diellit, që është një energji shumë e bukur. Fillimi i javës, ju shoh që ju manifestoni në lidhje me një dashuri, në lidhje me një person. Ju shoh që do ndjeni shumë të dashuruar, keni një takim me këtë person. Dhe në fund të javës shoh që dielli do shkëlqej për ju. Ju do keni sharm, do keni shkëlqim, do ndjeni shumë mirë në lidhje me këtë dashuri. Për pjesën tjetër, ndoshta keni manifestuar për të hyrë, për të pasur një njohje ose për të çuar për të finalizuar një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie. Dhe shoh që gjërat do shkojnë shumë mirë aty, ju do ndjeni shumë të kënaqur, shumë të lumtur në lidhje me këtë person. Për pjesën tjetër, kjo ka lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme. Ose edhe në lidhje ju mund të takoni dhe një person shumë të dashur, vërtet mezi keni pritur për të takuar këtë person, dhe unë shoh që do ndiheni shumë të lumtur në fund të javës. Është një javë vërtet fantastike. Për pjesën tjetër, mund të keni manifestuar në lidhje me fëmijët tuaj për t'i takuar, dhe unë shoh që aty do kaloni shumë mirë. Për një shtatzani për pjesën tjetër. Për disa të tjerë mund të ketë lidhje me çështje dhe situata nga e kaluara juaj. Mund të jetë një çështje pune, një çështje në lidhje me familjen, një situatë ekonomike, dhe shoh që aty dikush do t'ju ndihmoj, universi do jetë në anën tuaj, dhe unë shoh në fund të javës do ndiheni shumë të lumtur. Ndoshta ju shkoni dhe me pushime me një person të dashur ose me familjen tuaj, dhe aty shoh që ju vërtet do keni një shkëlqim gjatë fundit të javës. Është një javë fantastike në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Dhe kemi energjinë e karrocës, që është energjia e shenjës së Gaforis, energjia e shenjave të ujit dhe energji të shenjës së Demit. Gjithsesi, ju shoh në fillim të javës, ju mund të jeni në udhëtime ose një person ta njihni në një udhëtim, largoheni për të shkuar diku për të marrë një drejtim më të mirë për vete, ose ju mund të shkoni për të pushuar. Në rastin tjetër, ju do të jepni drejtim çështjeve dhe situatave të ndryshme që kanë lidhje me fëmijët, me familjen, me çështje dhe situata që kanë lidhje me anën ekonomike ose dhe me punën tuaj. Është një fillim jave fantastik. Në mesin e javës shoh që do lini mbrapa gjithçka që ju ka shtruar. Ndoshta një njohje, një lidhje, një marrëdhënie. Në rastin tjetër, diçka që ka lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, dhe ju do merrni një drejtim më të mirë për vete. Një pjesë tjetër shoh që mund të jeni duke shkuar dhe me pushime në fillim dhe edhe në mesin e javës. Dhe në fund të javës, ju shoh që ju do të jepni drejtim, thash, mund të lini mbrapa një situatë ekonomike dhe i jepni një drejtim më të mirë, një çështje që mund të ketë lidhje me punën tuaj dhe i jepni një drejtim më të mirë, por gjithmonë këto ndodhin sepse janë dy energji këtu që tregojnë që ju do të jepni një drejtim më të mirë çfarëdo lloj situate që ju të keni. Dhe në fund të javës, shoh që ju do jeni duke studiuar çështje dhe situata të ndryshme, ndërkohë do keni një intuit shumë të zhvilluar dhe intuita do t'ju ndihmoj në lidhje me këto çështje dhe situata që ju dëshironi të jepni një drejtim më të mirë. Ndërsa për pjesën tjetër shoh që shumë gjëra do t'i pranoni me mençuri, me përullësi. Hiqni dorë nga gjërat që keni besuar në të kaluarën tuaj. Dhe në momentin që të jepni një drejtim më të mirë gjërave, aty do filloni të ndryshoni dhe këtë vështrim në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme
që ju mund të keni. Dhe këto situatat mund t'i merrni nga më të ndryshmet tanë. Është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shigetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Atëherë ju mund të ndiqni shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme, por edhe hënën ku e keni. Gjithsesi jeni të energjitë shenjave të ajrit, shenjat e ujit dhe jemi të energjia shenjës Denit peshores, por është dhe energjia juaj sepse këtu është planeti Jupiteri. Dhe Jupiteri është planeti që përfaqëson shenjën tuaj. Atëherë, ju shoh në fillim të javës, keni nevojë të pushoni, ju shoh të lodhur pak psikologjikisht dhe keni nevojë të merrni një pushim. Ndoshta ju jeni në një situatë ku dëshironi të mblidhni ato copëzat nga çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni pasur, duke bashkuar dhe duke kuptuar situata të ndryshme që ju mund të keni. Por ky pushim do t'ju bëj shumë mirë dhe është i detyruar ky pushim, sepse sugjeron karta, për të marrë energjinë e nevojshme për të çliruar, për të qetësuar nga ana psikologjike dhe për t'i dhënë një drejtim më të mirë çfarë do lloj situate. Mund të jetë një situatë në lidhje me dashurinë që vërtet ju ka lodhur, ju ka tensionuar dhe ju jeni tani në momente që po mblidhni gjithçka ose po mendoni gjithçka rreth këtij personi, rreth një njohje, një lidhje, dhe aty keni nevojë të qetësoni për t'i dhënë një drejtim më të mirë, për t'i dhënë një drejtim të situatave. Në rastin tjetër mund të jetë një situatë e vendi punës, mund të jetë një situatë në lidhje me shtëpinë, me familjen, ose ju keni nevojë dhe të qetësoheni, të shplodheni psikologjikisht duke shkuar diku, duke bërë pushimet. Dhe ju shoh në këtë fazë. Gjithsesi ju shoh edhe me familjen, do ndiheni shumë mirë në momentin që ju të shkoni të pushoni. Ndoshta është një mesjavë që do kaloni shumë mirë, do ndjeni të gëzuar, një çlirim edhe shpirtëror, emocional, një shërim, por edhe psikologjik. Dhe unë shoh që ju do keni fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira. Sepse shoh që kjo gjendje emocionale që do keni, që do jetë mirë tek ju, do t'ju bëjë që ju të merrni vendime të rëndësishme. Ndoshta jo vendime, por të mendoni për të bërë fillime të reja. Ndoshta të gjitha këto mendime fillim të javës kanë lidhje edhe me fillime të reja që dëshironi të bëni. Mund të jetë fillimi një njohje të re, ju do ndiheni shumë entuziast në lidhje me këtë person dhe është një njohje e re që do shkojë në do ketë jetë gjatësi më saktë, ose një shtatzani që vërtet do t'ju sjellë fat. Mund të jetë një punë e re, një aktivitet, mund të jenë studime, mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, po që do marrin zhvillime shumë të mira. Ose ana juaj ekonomike shoh që një fillim i ri që do bëni, mund të jetë një aktivitet, një biznes, një punë e re, do t'ju sjellë bollëk dhe prosperitet në të ardhmen tuaj. Do thënë kjo ka lidhje me të ardhmen, me vazhdimsinë tuaj, çfarëdo fillimi që do bëni gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju, është vërtet një javë shumë e mirë. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë te numri i WhatsAppit. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Gjithsesi, ju shoh jemi të energjia shenjave të ajrit, jemi energji të shenjave të zjarit dhe të zjarit të ujit në fund të javës. Gjithsesi, ju shoh do ndjeni pak të zhgënjur në fillim të javës. Mund të ndjeni të zhgënjur nga ana emocionale në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Mund të jetë një zhgënjim që ka lidhje me disa dokumenta
ose ju mund të ndjeni dhe të mërzitur, se jo domosdoshmërisht është diçka e madhe, mund të jetë edhe diçka e vogël. Por ndërkohë ju shoh që jeni në një situatë ku mund të merrni një zhgënjim edhe në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike. Por në mesin e javës ju shoh që jeni në pritje të një përgjigje dhe kjo përgjigje ka lidhje me një zhgënjim, nuk e di, me diçka që ju ka mërzitur. Dhe unë shoh që jeni në pritje të një përgjigje, në pritje të një udhtimi, ndoshta ju dëshironi të shkoni me pushime, aty ka vonesa, ka pengesa dhe kjo gjë ju bën që ndoshta të mërziteni pak, por gjithsesi unë shoh që do ta bëni këtë udhtim. Mund të prisni jeni në pritje të një lajmi, të një pune, në pritje të fëmijëve tuaj, sepse janë pushimet e verës, gjithsesi, ose jeni në pritje për të larguar me pushime. Gjithsesi në fund të javës, në lidhje me pjesën e beqarëve, gjithë ata që janë në pritje të një dashurie, unë shoh që një person do vit drejt jush. Është një person që ka shumë emocione në lidhje me ju dhe këtë person do ta njihni në një udhtim. Për pjesën tjetër, do merrni lajme të mira ose do çliroheni nga kjo pritje e gjatë nga që ju ka stresuar, ju ka mërzitur dhe shoh që aty merrni lajme të mira. Mund të jenë lajme nga fëmijët, lajme në lidhje me dokumentat, lajme në lidhje me studimet, lajme të mira në lidhje me një udhtim që dëshironi të bëni, mund të jetë për pushime, por mund të jenë edhe udhtime pune. Gjithsesi, e rëndësishme është që është një javë fantastike, do jeni në pritje të diçka, kjo gjë do t'ju mërzisi pak, por gjithsesi e rëndësishme është që në fund të javës ka sukses sepse ju çliroheni nga ana shpirtërore, por ndërkohë ju shoh një shërim për një pjesë tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që do merrni lajme të mira dhe ju shoh që do ndiheni më të gëzuar në fund të javës. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Gjithsesi, ju mund të ndiqni shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme në lidhje me të gjithë. Atëherë ju shoh që jeni te energjia e shenjave të tokës, energjia e shenjave të zjarit dhe energjia e shenjave të ajrit. Në fillim të javës ju shoh do tregoni të mbyllur në lidhje me një dashuri. Shoh që aty ose ka shumë konkurrencë në lidhje me një pjesë prej jush dhe kjo gjë ju ka bërë që të tregoni të mbyllur ndaj njoftjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja, ose në rastin tjetër mund të ketë disa konflikte. Duhet keni kujdes ose mund të lindin disa tensione në mesin e javës. Kështu që duhet keni kujdes. Kjo mund të ndodhi te vendi punës, por për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje edhe me çështje dhe situata të ndryshme, me shtëpinë, me familjen, ose krijojnë tensione që ju të shkoni me pushime. Gjithsesi ju shoh që dilni nga një situatë, mbyllni një situatë të vështirë psikologjike që mund të ketë vazhduar për një kohë të gjatë dhe shoh një çlirim për të bërë fillime të reja. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, mund të jetë që ju filloni pushimet dhe vërtet qetësoheni gjatë kësaj periudhe, ndërsa për pjesën tjetër shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash, është një shumë e mirë, do mendoni për të hequr disa kursime, për të investuar diku, dhe aty mund të lindin edhe disa konflikte në lidhje me disa para. Gjithsesi, unë shoh që do çliroheni në fund të javës nga këto tensione që mund të keni nga një situatë psikologjike që mund të ketë vazhduar edhe për një kohë të gjatë dhe këtë mund ta merrni në lidhje me studimet tuaja, në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me shëndetin për një pjesë tjetër, por edhe në lidhje me disa tensione që ju mund të keni ose që do t'i keni në mes të javës, por ju keni pas edhe tensione për një kohë të gjatë. Dhe kjo gjë ju bën që gjatë kësaj jave ju të çliroheni. Thjesht duhet keni kujdes në mesin e javës sepse shoh konflikte, konkurrencë te vendi punës ose disa tensione që mund të krijohen në lidhje me disa para, por fundi javës ju gjen që ju do çliroheni nga çfarëdo lloj situate që ju do keni. Është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.
Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Dhe këtu gjithë energjia është energji uji, që jeni ju vetë, por mund të keni dhe ascendenten ose hënën dhe shenjat e ujit. Gjithsesi unë në fillim të kësaj ju shoh në festime, do ndiheni shumë mirë. Për pjesën e beqarëve do njihni një person diku ku do shkoni me pushime ose me një grup të vogël njerëzish. Aty do tërhiqet një person nga ju, por unë shoh që ju sikur do ta refuzoni këtë person. Sepse jeni përqendruar te diçka që ju ka trishtuar në lidhje me një njohje ose lidhje që keni pasur në të kaluarën. Gjithsesi unë shoh që një ofertë ju vjen në lidhje me dashurinë, pavarësisht se ju jeni edhe duke mos e parë sepse jeni përqendruar kaq shumë te diçka e përditshme tuaja. Dhe në fund të javës ju shoh që jeni duke ëndrruar, jeni mes ëndrave dhe iluzioneve. Ju jeni duke ëndrruar në lidhje me një person, me një dashuri për një pjesë, për pjesën tjetër me këtë person që do njihni në një festë, në një ambient festiv, ku do dilni. Për pjesën tjetër në lidhje me oferta që do t'ju vinë në lidhje me punën nga ana ekonomike, mund të jeni duke ëndrruar për fëmijët tuaj, dhe jeni duke ndoshta edhe duke pritur fëmijët tuaj, ose në rastin tjetër në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me punën, me studimet, me aktivitetet të ndryshme që jeni, sepse shoh që do keni shumë oferta gjatë fundit të javës, si në lidhje me dashurinë, lidhje me punën, nga ana ekonomike, dhe ju do jeni mes ëndrave dhe iluzioneve, duke krijuar ëndra në lidhje me diçka që ka lidhje me ofertat që do t'ju vinë gjatë kësaj jave. Gjithsesi është një energji emocionale gjatë gjithë javës, ju shoh që do jeni shumë emocional, do jeni duke festuar me familjen, mund të shkoni edhe me pushime për të festuar, por aty shoh që edhe mund të mërziteni pak, por shoh që do keni mundësira që do t'ju japin gëzim dhe do çliroheni nga këto çështje që mund të keni. Dhe fundi javës ju gjen jeni duke ëndrruar në lidhje me çfarë do lloj gjëje, ndoshta duke qëndruar me pushime afër detit, kjo gjë do t'ju bëjë më ndrimtar gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni edhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit sepse aty përfshihet gjithë muaji, videot e javës, video me tema për dashurinë, por dhe tema e hënës, sepse edhe ajo ka efektet e veta që zgjaten për një kohë të gjatë deri në hënën tjetër, hënën e re, dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një mbazitë sa më të këndshme, një javë të mbarë, por dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.